Me emër të Allahut, mëshirues dhe përditëtar i madh. Elir Lamim. Shpalja e këtij libri, për të cilin s'ka dyshim, është nga Zoti i gjithësisë. E ata thonë, ai Muhamedi e ka të filluar atë. Jo, ajo është e vërteta nga Zoti yt për ta paralajmëruar popullin, të cilët para te nuk i ka ardhur kurrë paralajmëruesi që të shkojnë në rrugë të drejtë. Perëndia është ai që ka krijuar qiellin dhe tokën dhe çdo gjë që gjendet në mes tyre për 6 ditë periudha kohore dhe e ka bizotëruar gjithësinë Arshin. Jo, nuk keni, posti, ndihmës as ndërmjetësues, e vallë, a nuk po mendoni? Ai i udhëheq të gjitha gjërat prej qiellit deri në tokë, atëherë kthehen tek ai në ditën, qatësia e secilës është 1000 vjet sipas llogaritjes suaj në këtë botë. Ai është ditë si gjërave të padukshme dhe të dukshme, i plotfuqishëm dhe mëshirues, i cili e ka bërë të mirë çdo gjë që ka krijuar dhe ka filluar krijimin e njeriut prej balte. E pastaj ka bërë që pasardhësit e tij të krijohen prej një rrjeje të dobët të ujit spemës. Pastaj e ka krijuar atë njeriun dhe i ka dhënë gjallëri me frymëzimin e tij. Ai ju ka dhënë të dëgjuarit, të pamurit dhe të menduarit, e sa pak prej jush jeni mirënjohës. Dhe ata thonë, vallë, pasi të humbasim në tokë, përsëri do të ngjallemi. Dhe ata nuk besojnë se do të takohen me Zotin e tyre. Ju do t'ju me shpirtin e ngjëllit i vdekjes, i cili është taktuar për ju, e pastaj do të ktheheni te Zoti juaj. Sikur t'i shohësh mëkatarët se si para Zotit e tyre kokurur thonë, o Zoti ynë, pam dhe dëgjuam, andaj, kthena që të punojmë veprat e mira. Na, me të vërtet, me ngomëri besojmë. Sikur ne të donim, do t'i jepnin çdo personi udhëzimin e tij, por kjo është fjala ime e vërtet, me të vërtet, do ta mbush xhenemin me gjinde dhe njerëz bashkërisht. Shijoni dënimin, nga sa e keni haruar takimin e kësaj dite. Në të vërtet, ne ju kemi braktisur dhe shijoni dënimin e përhershëm për atë që keni punuar. Ajetet tona i besojnë vetëm ata të cilët kur të këshillohen me to, binë në sejdë, dhe të cilët e madhrojnë Zotin e tyre duke iu falendëruar atij, dhe të cilët nuk bëhen mendjemdhëj. Pjesë të trupit të tyre ngriten nga shtrati për t'u falur, i luten Zotit e tyre duke druajtur dhe shpresuar, dhe japin lëmoshën nga ajo që u kemi dhe ne. Askush nuk di se çfarë gëzime të fshehta janë për ta, shpërblimi për atë që kanë punuar. Vallë, a është njësoj si besimtari si mëkatari? Jo, ata nuk janë të barabartë. Ata që kanë besuar dhe punuar veprat e mira, për ta janë kopshtet e xhenetit me ova, të përgatitur për atë që kanë punuar. E ata që kanë bërë keq, vendbanimi i tyre është zjarri. Sa herë që duan të dalin nga ai zjarri, do të kthehen atë dhe do t'u thuhet, shijoni dënimin e zjarrit, të cilin e keni përgjigjëstruar. Dhe ne do të bëjmë që të shijojnë dënimin e kësaj jete para atij dënimit të madh, për t'u penduar ata. Kush është zullumçar më i madh se ai, që është këshilluar me argumentet e Zotit të tij, e shmanget prej tyre? Na, me të vërtet, do t'i dënojmë mëkatarët. Na, madje, ja kemi dhënë librin Musait dhe mos dysho në takimin me të, dhe e kemi bërë atë librin udhërfyes për bijtë e Israelit. Na, prej tyre, kemi bërë udhëheqës, të cilët udhëzonin me urdhrat tona, me që ishin të durueshëm dhe besonin bindshëm në argumentet tona. Me të vërtet, Zoti yt do t'i gjykojë në mes tyre ditën e Kiametit, për atë që e kundërshtuan njëri tjetrin. Vallë, a nuk u është e qartë atyre se sa popull i kemi shkatëruar në para tyre, në shtëpiat të cilëve ecë? Me të vërtetë, në këto ka argumente, e ata nuk po dëgjojnë këshillat. Vallë, a nuk shohin ata që ne, me të vërtetë dërgojmë ujin në tokën e shkretëruar, e me të nxjerrim të lashtat, me të cilat ushqejnë shtazët e tyre dhe ata vetë, e ata madje nuk po shohin. Pikçudice. Dhe ata thonë, kur më fitoria dita e Kiametit, nëse thoni të vërtetën. Thuaj o Muhamedi, ditën e gjykimit nuk do t'u bëj dobi mohuesve besimi i tyre e as që do t'u jepet afat. Andaj, ti shmangu nga ata dhe prit, edhe ata me të vërtetë po presin.